Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 2, analiza teknike dita 9, modelet e qirinjve, qiri e bisht hërgjatë qiri përfshirës. Në ditën 9 mëson 2 nga modelet më të përdorura në leximin e veprimit të çmimit. Qiri me bisht të gjata. Qiri përfshirës. Këto modele nuk janë garanci fitimi. Janë shenja të sjelljes së tregut. Ato funksionojnë vetëm kur përdoren në vendin e duhur dhe me kuptim të plotë. 1. Parimi kryesor para se të fillojmë. Modeli i qiriut nuk ka vlerë i vetëm. Ai ka vlerë kur shfaqet. Pranë një mbështetjeje. Pranë një rezistence. Në drejtimin e trendit. Nëse e kërkon modelin kudo do gjesh shumë, por shumica do jenë pa kuptim. Qiri me bisht të gjatë çfarë është? Qiri me bisht të gjatë është një qiri që ka trup të vogël. Një bisht të gjatë sipër ose poshtë. Ky bisht tregon se çmimi ka provuar të shkojë më larg, por është refuzuar. Çfarë do të thotë në treg? Bishti gjatë poshtë, tregu refuzon çmimet e ulëta, blerësit hyn fuqishëm. Bishti gjatë sipër, tregu refuzon çmimet e larta, shitësit hyn fuqishëm. Në gjuhë të thjeshtë, çmimi u shty poshtë, por u kthye menjëherë. Çmimi u shty lart, por u rrëzua. Si e dallon një qiri të fortë? Një qiri me bisht të gjatë është më i besueshëm kur bishti është shumë më i gjatë se trupi. Trupi është i vogël dhe i qartë. Shfaqet pra një zone ku çmimi ka reaguar edhe më parë. 3. Qiri përfshirës çfarë është? Qiri përfshirës është një qiri që përfshin trupin e qiriut të mëparshëm. Kjo do të thotë, qiriu i dytë ka trup më të madh. Trupi i tij mbulon plotësisht trupin e qiriut paraardhës. Çfarë do të thotë në treg? Ky model tregon një ndryshim të fortë në kontroll. Nëse vjen pas rënjeje, tregon hyrje të fortë të blerësve. Nëse vjen pas rritjeje, tregon hyrje të fortë të shitësve. Në gjuhë të thjeshtë, njëra pa u tërhosh, tjetra mori komandën. Kur është i besueshëm? Qiri përfshirës është më i fortë kur shfaqet pranë mbështetjes ose rezistencës. Shfaqet në një pikë ku tregu ka vendosur më parë. Trupi i qiriut është i madh dhe i pastër. 4. Si të mos biesh në kurthin e modeleve. Gabimi më i zakonshëm i fillestarëve është të mendojnë: e pash modelin, pra duhet të hyj. Jo, duhet të pyesësh: ku ndodhet modeli? A ka nivel të rëndësishëm pranë? A është në drejtimin e trendit apo kundër tij? A është i qartë apo i paqartë? Në tregtim, modeli është vetëm një pjesë e pamjes. 5. Si të gjesh shembuj real, ushtrimi detyrueshëm. Që ta përvetësosh këtë ditë, duhet të gjesh shembuj vetë në grafik. Hapi një hap e grafiku në platformë. Zgjidh një treg. Euro ndaj dollarit amerikan. Poundi ndaj dollarit amerikan. Dollari amerikan ndaj yenit japonez. Hapi 2. Zgjidh intervalin 4 orësh ose ditor. Këto intervale japin sinjale më të qarta. Hapi 3. Gjej 5 shembuj për secilin model. 5 qirini me bisht të gjata. 5 qirini përfshirës. Hapi 4. Shëno ku ndodhen. Për çdo shembull shkruaj: u shfaq pranë mbështetjes. U shfaq pranë rezistencës. Tregu ishte në rritje. Tregu ishte në rënje. Kjo e stërvit mendjen të lidh modeli me vendin. 6. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 9? Në fund të kësaj dite duhet të njohësh qartë qirin me bisht të gjata. Njohësh qartë qirin përfshirës. Kuptosh se modeli ka vlerë vetëm në vendin e duhur. Gjesh shembuj real dhe t'i shënosh me rregull. Përfundim. Modelet e qirinjve nuk janë parashikim. Janë shenja të një vendimi që po ndodh në treg. Kush i lexon me qetësi dhe me vend, fiton qartësi. Kush i ndjek verbërisht, humbet para.